Përshëndetje shikues të nderuar. Mysafiri radhës në studio të hapur do të jetë zoti Naser Zyberi. Atë sonte e kemi ftuar si një analist politik, po gjithsesi edhe si një ish funksionar i lartë politik i cili ka kaluar të gjitha filtrat e politikës këtu në Maqedoni. Me të do të flasim për fushatën zgjedhore, por do të flasim edhe për fushatën parazgjedhore. Do të flasim edhe për partitë politike dhe figurat të cilat po na paraqiten si bartëse të proceseve politike këtu në Maqedoni. Zoti Zyberi, faleminderit që pranuat jeni mysafir në studio të hapur. Faleminderit edhe juve për mundësinë që na dha. Si e shihni fushatën parazgjedhore, thon kushtimisht, sepse ende fushata nuk ka filluar? Situata për momentin duket e qetë, por padyshim se pas kësaj qetësie fshihet një furtunë e cila do të na pason pas shpalljes zyrtare të listave të kandidatëve. Siç dihet, 5 maj është data e fundit për dorëzimin e listave të kandidatëve. Dhe kjo atmosferë duket e këtyll për arsye se partitë politike për momentin kryesisht janë të koncentruara në problemet e brendshme partijake rreth strukturimit të listave zgjedhore, rreth personave të cilët duhet të jenë bartës të këtyre listave në përgjithësitë e ndryshme dhe janë më pak komode në kuptim të marrjes me njëra tjetrën dhe me fenomenet e ndryshme dhe problemet e qytetarëve. Por padyshim, pra, kjo është një qetësi në prag të një furtune parastuhisë, e cila sigurisht që do të shpërthej në prag të fillimit të kampanjës parazgjedhore, e cila fatmirësisht është e limituar me ligj dhe do të zgjat vetëm 20 ditë. Zoti Zyberi, në gjithë botën demokratike përcaktimi i kandidatëve bëhet kryesisht nga forumet që veprojnë në terren. Këtu te ne në partitë politike shqiptare kryesisht e bëjnë klanet. Pse? Nuk kemi kaluar stadiet demokratike apo bëjmë një regres? Padyshim që kjo është indikatori një mungese të kulturës politike, të kastave udhëheqëse në për organizmat partijak, por është edhe një indikator për mungesën e kapacitetit demokratik të aktorëve politik, të cilët janë shumë të prirur që mos t'i respektojnë procedurat e rregulluara me statut, të mos marrin për relevant mendimin e organeve partijake, dhe deri te përzgjedhja e kandidatëve vihet shpeshherë në mënyrë abuzive, me kushtëzime, ose në rastet e konflikteve të dy apo më tepër klaneve dhe strukturave, atëherë i lehet kjo e drejt kryetarit partisë, në mënyrë që ai ta thotë fjalën e vet përfundimtare. Dhe më në fund lideri përcaktohet për klanin më të fuqishëm. Padyshim që kjo mënyrë e vendosjes është një deformim i proceseve demokratike, që lën për pasoja multiplikative në krijimin e politikës kadrovike dhe ofertën që ju jepet elektoratit. Dhe kjo pastaj mënyrë e sjelljes kuptohet që bartët edhe në proceset vendimmarrëse në organet e pushtetit, sepse përderisa ky proces zhvillohet brenda partisë, është më pak i dëmshëm për qytetarët, por kur kjo pastaj transferohet në strukturat e pushtetit, atëherë gjithë qytetarët i bajnë pasojat e mënyrës këtillë të marrjes vendimit dhe këtyre propaskenave që zhvillohen nga politika e hirtë. Zoti Zyberi, kjo është diagnoza. Kjo është diagnoza, mirë, po sipas jush, deri kur ne do t'i shohim këto fytyra të njëjta nëpër partitë politike? Do duhet sigurisht kalon një kohë pak më e gjatë. Po nuk mjafton 20 vite pluralizëm politik? Po duke pas parasysh të kaluarën tonë 50 vjeçare në një sistem ku nuk është njoh sistemi shumë partijak dhe demokracia, duke pas parasysh nivelin e kulturës politike, po ndaçi edhe arsimore dhe kulturore të qytetarëve tanë, atëherë sigurisht që kjo distancë 20 vjeçare mund të duket edhe e shkurtë. Pra, duhet
të emancipohet në rend parë elektorati, votusi, qytetari, shqiptar, për të cilit duhet të rekrutohen pastaj kasta politike të nivelit më liberal, më demokratik, me nivel dhe sens politik shumë më të zhvilluar. Sepse nuk mund ta mohem faktin që strukturat politike të cilës do parti janë produkt i shoqërisë tonë shqiptare. Do të refleksioni i atij realiteti. I atij realiteti padyshim. Është interesant se të gjitha partitë politike vërehet krijimi i kultit për liderin e partisë. Për shembull, kjo ndodh edhe te BDI-ja, ndodh edhe te Partia Demokratike Shqiptare, ndodh edhe te Demokracia e Re, së fundi ndodh edhe te Lindja Demokratike Kombëtare. Si e shihni ju këtë fenomen? Ky është indikator për partitë politike të cilat kanë mungesë të ofertës produktive programore para qytetarëve. Këtë mungesë të një oferte atraktive, cila do të bën mbështetje në votuesit, kompenzohet me krijimin e kultit të liderit. Kështu që ai duhet të jetë oferta kryesore e një subjekti politik për të fituar zgjedhjet. Do të thonë ignorancën e strukturave e fshehin pas liderit. Përmes krijimit të kultit të liderit, kulti i cili shpeshherë është falso, pa një background të lavdishëm, qoftë të tabanit kombëtar, qoftë të kapacitetit profesional dhe politik, por që strukturat udhëheqëse e krijojnë në parti politike, do të thotë për ta mbulu mungesën e ofertës reale për qytetarët dhe për t'ju shmangë përgjegjësisë në strukturat partijake, duke ja adresu çdo herë qoftë fitoret, qoftë humbjet, njeriu të parë të partisë politike. Këto modele të demokracive politike janë karakteristikat e shteteve autoritare dhe nuk kanë të bëjnë afrikane, më shkurt. Nuk kanë të bëjnë fare me sistemet e demokracive parlamentare. Ky autoritarizëm që dëshirohet të ndërtohet, padyshim që lën pasoja në një shoqëri e cila pretendon spaku të emancipohet në kuptim të vlerave të demokracisë liberale evropiane. Po mirë, liderët thuan nuk janë fare të vetëdijshëm se po pengojnë emancipimin e shoqërisë, pavarësisht që thamë pak më parë se kjo politik është refleksion i realitetit shoqëror. Megjithatë edhe liderët kanë një barë historike për atë që ndodh. Liderët padyshim që madje mbajnë përgjegjësinë kryesore, dhe ata duhet të jenë të parët në kundërshtimin e kësaj mënyre të veprimit dhe të izolimit të individëve të cilët paraqiten me stil poltronues para tyre vetëm për të mbetur në hierarkinë partijake. Fatkeqësisht një pjesë e kryetarëve të partive janë të predispozuar dhe kanë sens zhvilluar të egocentrizmit dhe në një farmase ajo ju shkon për qefi. Dhe e dyta, përmes mënyrës këtyre të veprimit, ata mundohen që ti eliminojnë antagonizmat brenda partijake, duke thënë fjalën e fundit vetë dhe duke e pengu zhvillimin e një debati produktiv brenda organeve vendimmarrëse. Debate të cilat duhet të jenë fridhënëse dhe të cilat duhet të japin vendime më produktive dhe më të drejta. Meqense thatë janë të prirur të shikojnë egon e vet, interesat e tyre personale. Sipas jush do të thotë se liderët politikë shqiptar nuk janë fare të vetëdijshëm për rëndësinë politike që kanë zgjedhjet e 5 qershorit. Realisht, ashtu po i bie. Po unë mendoj se shumica e liderëve partijak nuk kanë sens të mjaftueshëm të konsideratës për pasojat që i lënë në shoqëri. Sepse në fundit udhëheqësit partijak kanë për detyrë të ndikojnë edhe në ngritjen e kulturës politike të qytetarit shqiptar, në emancipimin politik
dhe zhvillimin e demokracisë brenda partijake, ndërsa demokracia e zhvilluar në brenda një partie kuptohet që drejt për drejt indikon në zhvillimin demokratik gjitha proceseve në një shoqëri. Këta pra kanë një mungesë të madhe të kapacitetit të demokracisë në këtë drejtim në mënyrën e funksionimit të partive politike. Zuberi, qytetarëve u interesojnë shumë shifrat. Ju thash edhe në fillim se jeni një politikan me përvojë, realisht keni edhe një pasqyrë lart e poshtë se kush mund të fitojë dhe kush mund të humbë në këto zgjedhje. E kam fjalën për taborin politik shqiptar. Sipas jush, si mund të jetë radhitja e partive politike shqiptare? Këto zgjedhje do të jenë dukshëm më interesante në kuptim të parashikimit të rezultatit përfundimtar dhe mandateve që mund të fitojnë partitë politike. Për arsye se nuk është më situata e vitit 2002, 2006, 2008 e kështu me radhë, kur një subjekt politik ka dominu në skenën politike shqiptare dhe ka pas mbështetje për mos thënë blanko nga qytetarët dhe ka dominu, do të thotë, në mënyrë pa diskutueshme. Tani konkurenca është bërë shumë më e ashpër dhe raporti i forcave në teren mes subjekteve politike është dukshëm më i balansuar. Nuk ka më një subjekt politik dhe një, dy apo tre tjerë që janë dukshëm më të dobët. Kjo skenë politike pra e bën shumë të pa njoftun rezultatin e zgjedhjeve. Ju mund të jepni ndonjë parashikim pak prafërsisht me shifra, si mund të sillen votat? Po unë mendoj se pa marrë parasysh që partitë politike opozitare, flasim çdo herë për partitë politike shqiptare, dhe partia politike në pushtet mund të jenë me numër të përafërt ose të njëjtë të mandateve në parlamentin e ardhshëm. Sipas jush, sa deputet shqiptar mund të fitojnë shqiptarët? Po numri i deputetëve shqiptar pra nuk do të ketë dallim prej numrit të deritanishëm, ai do të sillet mes 26-29 mandate, ndonjëherë ka qenë 28 e kështu me radhë. Do të thonë sipas jush gjysma të këtyre votave pavarësisht mund t'i marrë partia aktuale që është në pushtet BD-ja, kurse gjysmat dhe ndoshta pak edhe më tepër, sipas jush, mund t'i marrin PDSH-ja, Demokracia e Re dhe Rilinja Demokratike Kombëtare. Për numër votash nuk po them, sepse jo çdo herë numri i votave përputhet me numrin e mandateve. Unë fola për numër të mandateve. Ashtu, pra. Numri i mandateve pra mund të jetë aty dikund, me 1 plus njënën anë apo tjetrën, po, gjithsesi do të jetë i balansuar mes dy kampeve politike, pushtetit aktual dhe opozitës. Te pushteti, te kampi opozitar, sipas jush, si mund të jetë struktura, radhitja? Po unë në bazë të asaj që mund të llogaritet si sondazhe, dhe pse sondazhet jo çdo herë janë refleksion i realitetit dhe përkrahjes reale që kanë partitë politike, por unë mendoj se tre subjektet do të jenë të përfaqësuara në parlament, pra RDK, PDSH dhe Demokracia e Re. Radhitja e tyre mund të jetë kështu si e thash unë apo e ngjashme, por unë pres që këto tre parti politike të zënë mandate në parlamentin e ardhshëm, ndërsa partitë tjera politike nuk do të kenë, nuk besoj se do të kenë kvantum të mjaftueshëm të votave për të marrë mandat. Para se të hym këtu në studio, derisa po bisedonim, më dhat një detaj shumë interesant, se partitë politike shqiptare do të jenë shkaktare kryesore që shqiptarët do të humbin ndoshta deri në 3-4 mandate deputetësh. Si e shpjegoni këtë fakt? Po ekziston një fenomen i çuditshëm te skena politike shqiptare. Në gati zgjedhjet e pas luftës, asnjëherë nuk kemi pas krijimin ndonjë koalicioni partijak parazgjedhor. Nëse abstrahohet një rast epizodik mes PPD-s dhe BDI-s njëherë që ka qenë, por edhe ai ka qenë disproporcional skajshmërisht. Dhe prandaj ka qenë minor dhe epizodik, po e them.
rast tjetër nuk ka pas. Ju e shihni që në skenën politike maqedonase dy bloqet kryesore, të djathtët dhe të majtët, pas vete tërheqin një vargan të tërë partive politike më të vogla. Të paktën ka 10 parti, madje 15 e kështu me radhë, gati e grumbullojnë të gjithë spektrin politik, të djathtë apo të majtë. Dhe në këtë mënyrë drejt për drejt kontribuojnë në valorizimin e të gjitha votave të elektoratit të tyre. Partitë politike shqiptare, edhe pse e kanë më imediat interesin për të bashkuar dhe për të utubuar në platforma politike parazgjedhore, ata çdo herë dalin ndaras në zgjedhje. Me këtë drejt për drejt ndikojnë në rrezikimin e fitimit mandateve dhe përfaqësimit të elektoratit shqiptar. Dhe më konkretisht kjo si do të reflektohet? Dhe kjo më konkretisht në njësitë zgjedhore, ku elektorati shqiptar nuk është shumicë, si për shembull në njësinë zgjedhore 1, 2, 5, po pse jo edhe 4-shin ta përmendim, sepse sikur gjitha partitë politike të arrinin një konsenzus, të formonin një listë zgjedhore të përbashkët, realisht mund të fitohet një mandat edhe në njësinë 4. Do të thotë 3 deri në 4 mandate shqiptarët i rrezikojnë që t'i humbin dhe do t'i humbin, sepse sipas modelit të ndarjes së mandateve të Dauntit, çdo herë votat që nuk janë të mjaftueshme për të fituar një mandat shkojnë te partitë politike me më shumë vota që vinë më një herë pas. Dhe në këtë rast, pra në njësinë zgjedhore 1, 2, 5 dhe 4 pra përfshi këtu, do të jenë viktim e kësaj kryenësie dhe këtij si them modeli të antagonizmit mes partijak shqiptar që e pengon arritjen e krijimit koalicioneve partijake dhe shqiptarët do të mbeten të papërfaqësuar me 3 deri në 4 deputet si rezultat i mungesës koalicioneve parazgjedhore. Do të thonë sipas jush duke u nisur nga kjo logjik, idetë për koalicione pasgjedhore lart mund të duken paksa edhe cinike atëherë. Ata janë cinike, pikrisht ashtu, për arsye se po t'i ndëgjoni udhëheqësit e partive politike thonë ne do t'i matim forcat në zgjedhje dhe pastaj kush sa do t'jeti fort, aq do t'a ndanë kolaçin. Që realisht i bie të shikojë interesat personale. Ashtu që do të thotë, opsioni tyre primar është deklasimi i subjekti tjetër politik dhe marrja e hisës nga pjesa shqiptare, jo krijimi i një kvantumi më të madh të mandateve dhe atë kvantum mandatesh t'ia vesh përballë kundërshtarit real politik me të cilin duhet ta ndash pushtetin. Në këtë rast shqiptarët nuk e ndajnë pushtetin mes vete. Shqiptarët e ndajnë pushtetin me mandatarin, i cili çdo herë është nga pala maqedonase. Dhe kur jemi te mandatari, sipas jush, kush do të jetë mandatari i radhës? Ju dham parashikim për partitë politike shqiptare, mendoj se është e ndershme dhe është e drejtë që t'japim edhe parashikime edhe për palën maqedonase. Te kampi politik maqedonas situata është paksa më e definuar, sepse mendoj që VMRO DPMN-ja edhe pse nuk do ta ketë e përsin që ka pas dhe mbështetjen me 63 mandate që ka pas deri tash, do t'i zbret kjo sasi e përfaqësimit me mandate, por gjasat i ka reale që t'jetë partia individualisht me ma shumë mandate. Dhe konform dispozitave kushtetuese, presidenti i shtetit është i detyruar që mandatin t'ja jep partisë do të fitojë më shumë. Do të ketë më tepërmi mandate. A do të arrin Gruevski si kryetari i partisë hipotetikisht me mas shumëti mandate të formon edhe kabinet, respektivisht ta merr përkrahjen mbështetjen e parlamentit, është çështje diskutabile. Pse? Por për arsye se partitë politike në skenën maqedonase janë më tepër të predispozuara që të
bashkëpunojnë me partinë opozitare LSDM se sa me VMRO-DPMN. Sepse VMRO-DPMN-ja në periudhën e deri tashme, spaku prej vitit 2006 deri në vitin 2011, është tregu si inkooperative. Partitë politike tjera maqedonase i ka largu në mënyrë sistematike. Mos harroni se dikur së bashku me VMRO-n ka qenë edhe PSD-ja Tito Petkovskit, ka qenë Partia Liberale e Stojana Ndovit. Së bashku me ta një kohë ka qenë bashkëpunëtor dhe dore djatë Lube Boshkovskit, i cili shkonin për kuleshin për çdo muaj në Hag. Dhe mendoni se Stojana Ndovit, Tito Petkovskit dhe personalitetet tjera politike mund të çojnë peshë në këto zgjedhje? Ju nëse e shifni, këta persona më nuk janë për lista zgjedhore. Fillu prej Branko Crvenkovskit, Tito Petkovskit, dhe krejt këta pra janë jashtë listave zgjedhore. Kanë kuadra tjera të cilat do t'i udhëheqin ato lista. Dhe këtu nuk flasim pra për individualisht kush sa. Unë mendoj se si blok politik opozitar Maqedonës do të krijohet pra një situatë e cila do të jetë shumë e barabartë me forca në raport të mandateve, me dallimet këto që po i tham, se mund VMRO-ja të ketë 2-3 deputet deri në 5 më tepër, por a do të jetë në gjendje që ta formoj qeverinë, është çështje për të diskutuar. Dhe këtu do të vjen shprehje pastaj edhe mbështetja e partive politike shqiptare. Si do të jenë të disponuara ata të bashkëpunojnë? Dhe pikërisht kështu desha të ndërlidh këtë pyetje me atë që e filluam në fillim. A mund shqiptarët kësaj radhe, si pjesë të programit qeveritar, të kërkojnë në një farë mënyrë edhe revidimin e marrëveshjes së Ohrit, si parakush për të bërë pjesë e qeverisë? Nëse i lëm baraktarizma ata anësh. Ata që mund të kërkojnë, padyshim se mund të kërkojnë, por unë jam i bindur që kjo nuk do të pranohet në asnjë mënyrë, me kusht që edhe mos të krijohet qeveria. Sepse nuk ka gatishmëri as të VMRO-DPMN-ja, as të LSDM-ja, që të tejkalohen caqet e marrëveshjes kornisë të Ohrit. Megjithatë, ai dokument po devalvohet ditës më tepër. Fatkeqësia pra qëndron aty se jo vetëm që nuk ka disponim për të bërë diçka më tepër, por tendencat janë në rrudhjen dhe deformimin e skajshëm të marrëveshjes së Ohrit. Prandaj unë jam shumë skeptik se shqiptarët mund pra të gjejnë ndonjë bashkëpunëtor në kampet maqedonase me të cilin mund të arrijnë ndonjë marrëveshje tre. Zatën partitë politike shqiptare në 20 vitet e kaluara asnjëherë nuk kanë provuar që bashkëpunimin në qeveri ta kushtojnë me platforma politike. Çdo herë pjesëmarrja në qeveri ka qenë e shtridhur në interesa konjunkturale. Kjo ministri, ajo ministri, kjo drejtori, ajo drejtori. Në qoftë e marrim vetëm Gruevskin si mandatar, edhe në 2006, edhe në 2008, njëherë me PD-shën, pastaj me BDI-n, ai ka implementu vetëm programin e vetë. Do të thotë, pjesë të programeve qeveritare nuk janë bë asnjëherë platformat zgjedhore të partive politike shqiptare. Do të bëj edhe një pyetje për në fund, sepse edhe koha nuk na premton. A ka ardhur koha që përfundimisht të ndërhiqen të gjithë ata politikanë shqiptarë të cilët nuk do të fitojnë zgjedhjet? Koha është çdoherë që ai që i humb zgjedhjet do të thotë që të tërhiqet. Fatkeqësisht te shqiptarët kjo nuk ndodh. Nuk ka ndodhur edhe te partitë politike maqedonase me përjashtime të ralla, të zëmë sigurisht e 2010 kur Lupço Georgievski u tërhoq, po pastaj u pendu dhe dëshiroj që të rikthehet. Pra, në Maqedoni vështirë është priten sjellje të këtilla që janë shumë të natyrshme, të kuptueshme, madje të domosdoshme, që ai që nuk e ka mbështetjen, nuk e ka përkrahjen, t'ia dorëzon mandatin dikujt që do të zgjidhet. Te shqiptarët kjo nuk është provuar gati asnjëherë. Dhe një pyetje krejt në fund. A mund të zhduket ndonjë parti politike shqiptare pas këtyre zgjedhjeve? Zgjedhjet kanë zhduk shumë parti politike. Kur them zhduk, do të thotë për mua është zhdukje nëse një parti politike nuk përfaqëson parlament. Po. Ashtu.
Kështu që është shumë e mundshme që edhe kësaj radhe të ketë parti politike e cila aktualisht madje është e përfaqësuar që në zgjedhjet e ardhshme mos të ketë mandate, ose të ketë parti politike që nuk ka qendër i tash dhe tash të do të thotë vdekje klinike, ta quaj me zhargonin mjekësor, për një parti politike është kur mbetet jashtë parlamentit, sepse ajo mbetet pa zërin e saj në pushtet. Zuberi, faleminderit që ishit Mustafi në studiot hapur. Faleminderit edhe ju. Shikues të nderuar, ndoqët pra bisedën me analistin politik zotin Naser Zuberi. Mirupafshim të martën e ardhshme në të njëjtën kohë.